4 llogari bankare me vlerë afro 220.000 euro në emër të prindërve të Sajmir Ali Mehmetit, një 33 vjeçar i dënuar në SBA me 22 vite burg për akte terroriste, kërkohen të konfiskohen nga Prokuroria e Tiranës. Përmes një njoftimi zyrtar, kjo e fundit tha se nga hetimi pasuror i nisur një vit më parë janë identifikuar transaksione financiare të pajustifikuara të rrethit të tij familjar. Këta shtetas deklaruan se të ardhurat i kanë krijuar nga qyrat e kursimet, por nuk kanë dokumente të provojnë këto deklarata dhe vlerat monetare, objekt kërkese për konfiskim. Nuk kanë prejardhje të lishme, si dhe faktin që këto pasuri nuk justifikohen me të ardhurat të lishme dhe dokumentacion. Në 2016, Ali Mehmeti në atë kohë 22 vjeç u arrestua në New York nga Agjencia Amerikane Antiterrorit në bashkëpunim me FBI-n. Ndaj tij u ngritën akuzat e terrorizmit dhe zotërimit të materialeve mbështetëse ndaj Shtetit Islamik ISIS, vepra për të cilat më vonë u gjet fajtor dhe u dënua nga drejtësia amerikane. Mediat në SBA raportuan se ai kishte tentuar disa herë të udhëtonte drejt lindjes së mesme për t'u bashkuar ISIS.